Një aksident automobilistik është shënuar paraditjen e kësaj të hëne në qytetin e Vlorës, duke rikthyer në vëmendje problematikën e sigurisë rrugore dhe nevojën për respektimin rigoros të rregullave të qarkullimit nga të gjithë përdoruesit e rrugës. Ngjarja ka ndodhur në një nga segmentet më të frekuentuara të rrugës transballkanike, një aks i rëndësishëm që lidh zona të ndryshme të qytetit dhe përballon një fluks të lartë mjetesh dhe këmbësorësh, veçanërisht gjatë orëve të paradites. Sipas informacioneve paraprake, një këmbësor është përplasur nga një automjet pranë vijave të bardha, në një moment kur po tentonte të kalonte nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Fatmirësisht nga të dhënat e para, bëhet me dije se këmbësori nuk ka pasur lëndime të rënda, ai ka marrë dëmtime të lehta dhe ka qenë i vetëdijshëm në momentin kur në vendngjarje kanë bërritur dhe shërbimet e emergjencës. Menjëherë pas njoftimit në zonë kanë shkuar forcat e policisë rrugore, të cilat kanë nisur procedurat për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Gjithashtu, një autoambulancë ka transportuar të lënduarin drejt spitalit për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore dhe për të u nështruar ekzaminimeve të mëtejshme. Burimet spitalore bëjnë me dije se gjendja e tij paraqitet e stabilizuar dhe jashtë rrezikut për jetën. Policia ka kryer dhe veprimet procedurale në vendin e ngjarjes, duke dokumentuar provat dhe duke marrë dhe deklarimet përkatëse nga drejtuesi i mjetit, si dhe nga dëshmitar të mundshëm okular. Ky rast shërben si një tjetër apel për ndërgjegjësim, si për drejtuesit e automjeteve ashtu edhe për këmbësorët, respektimi i vijave të bardha, ulja e shpejtësisë pranë zonave të banuara dhe tregimi i kujdesit maksimal në afërsi të kalimeve për këmbësor janë masa thelbësore për të parandaluar aksidentet, të cilat mund të kenë pasoja shumë të rënda. Drejtuesit e mjeteve duhet të tregojnë vëmendje të shtuar, veçanërisht në segmentet urbane, ndërsa këmbësorët duhet të sigurohen përpara se të kalojnë rrugën. Hetimet për këtë aksident po vijojnë, ndërsa policia pritet të dalë me një njoftim zyrtar pas përfundimit të veprimeve procedurale. Ndërkohë, fatmirësisht, ky incident u mbyll pa pasoja të rënda për jetën e qytetarit të përfshirë, duke shmangur një tjetër ngjarje tragjike në rrugët e qytetit të Vlorës.